Në fillim si me druajtje hyri karateja, më pas e ndoqën artet e tjera marciale, ndërsa boksi, edhe pse i ndërprerje ka pasur rënjë të thella në Shqipëri. Tashmë Ismail Keta, më i njohuri i dy kampionëve të shquar gjerman të Gjermanisë, sjell në Tiranë sportin e kickboksit. Ismaili, i njohur në Gjermani si Gjoni dhe i shpallur 10 kampion i botës, ka një mesazh për të gjithë prindërit, një mesazh i thjeshtë që nxjerr në pathelbin e këtij sporti, ashtu si të çdo disiplinë tjetër sportive. Ju lutem edhe njerëzve që na ndjekin nëpërmjet mediave, fëmijët e tyre të mos i thotë shko birë ose bi edhe stërvitu për të bërë i fort, por shko dhe edukohu. Është më të vërtet një sport shumë edukativ që në radhë të parë të jep shëndetin që çdo prind ja uron fëmijës tij dhe të rinjt, fëmijët mos e humbin kohën duke pirë duhan në rrugë, por ta kalojnë sport për të bërë dikush për veten. Në këtë Tiranë tashmë të madhe, të vrullshme plot me jetë, por dhe me shumë kaos, është diçka e bukur që shikon një hapësirë të tillë të gjerë, të pastër dhe të ndriçuar sportive. Besohet se koha e kthinave të vogla ku mezi mund të ngrihet një biznes minimarketi po kalon, dhe ndërtuesi do të ishte mirë ta planifikonin një palestër sportive në pallatin e tyre të ardhshëm. Sa për vëllezërit Dibrani Ismail e gjet anketa, është e sigurt se do të synojnë tituj të tjerë botror.